Jo, kjo ishte ndeshja do më dhënë më e rëndësishme që ne kishim në grup. Nuk duhet se kur flasim për rëndësinë e ndeshjes, të gjithë vëshkon mendja se po luajmë kundër serbëve. Ja, unë po flas nga ana sportive. Nëse flasim për grupin tonë, për rëndësinë e garës. Pa diskutim. Ne kemi një objektiv që të jemi të dytët në grup. Për të pretenduar atje ku ne mendojmë se duam të shkojmë në finalet e kampionatit botëror. Por që të arrijmë atje ne duhet mundim Serbinë. Sepse ajo është, Serbia është rivalja jonë direkte në grup. Nuk mund të themi është Anglia. Anglinë po e quajmë domethënë të kaluar. Ne nëse donim domethënë të konkuronim, ne jo se dolim nga gara. Ne në garë jemi, biles jemi shumë mirë në garë, por duhesh pa tjetër domethënë që ne të fitonin sidomos ndeshjen këtu brenda me Serbinë. Them të drejtën, ndeshja mua mu duk më e mirë se ç'mund të prisnim, sepse mendonim që Serbia është një ekip me kualitete, mund të luante akoma më mirë, sepse Serbia për mua dje nuk ka luajtur mirë, ne luajtëm shumë herë më mirë se Serbia, ishim më mirë të vendosur, domethënë nga ana sportive skuadra, sidomos mbrojtja dhe mezi i fushës, për mua domethënë kanë marrë notë maksimale dje po të nisemi me notat. Pak më shumë kisha pretendime për në sulm, sepse mund të kishim bërë më mirë, kishim mundësira për të bërë më mirë dhe kualitetet i kemi në sulm, qoftë ata që luajtë në fillim të ndeshjes, po dhe zvendësimet. Qoftë Uzuni, apo dhe Daku Qyri që i dhanë frym tjetër skuadrës, mund të ishte provuar dhe Muçi, që është një lojtar domethënë që i afrohet shumë portës. Megjithatë, nga ana sportive, skuadra jonë bëri më mirë.